eksploru shka po dojnë, ose apo dojnë, po të njëjtën kohë nuk mund është të me bëjë gjithçka, sepse ti do mja u transmetu fëmijëve që sjellja ka dhe pasojë. Atë më dyshjen, a jom të e bo mirë, a duna me bo ma mirë, mësë jom të janë zonë shumë frymë fëmijës tem, ose mësë jom të e lion shumë të lirë fëmijën tem, pyetjen, kështu që nështë prindrit para se mi vetë fëmijët pse bone, ose pse se bone, nështë më mirë me provu me parashtru terenin e me thonë diçka si a kështë mujtë me më kallëzu pak ma shumë çka të shtyu me marrë që të vendem, ose çka të buni mësë me ma kallëzu të vërtetën. Është shumë kënaqësi për mua sot me pa specialistën e psikologjisë klinike, njëkohësisht edhe profesoreshë në Universitetin e Prishtinës në drejtimin psikologji, Natyra Agani Destani. Mirë se erdhe, Natyra. Faleminderit shumë Vlera për ftesën, edhe për nina shumë mirë që jam sot bashkë me ty këtu edhe me audiencën e emisionit tënd. Është shumë kënaqësi me të pas për shkak se përvoja jote, studimet e tua përfshin do të thotë pjesën e edukimit edhe të hershëm edhe të fëmijërisë, ato lidhjet emocionale dhe modelimet që bëhen gjatë fëmijërisë, çu ndikojnë ose po mendoj ata që jemi na sot, bët kuptimet tona që shenë ndërtu, a mund është paka shumë me na tregu një bazë të kësaj, e mandej vazhdojmë tutje me specifika. Sigurisht. Tash, zanafilla sigurisht e zhvillimit edhe e rritjes së qenjes njerëzore mbetet që ajo bërthama. Edhe bërthama nuk nis veç me lindjen, po lind edhe me ato që quhet çaj zhvillimi prenatal në shtatë njëjtën kohë. Që e periudha 9 mujore e shtatzanisë një gruaje e cila provon me sjell një jetë frytin e saj. Kështu që edhe prej fushës së psikologjisë, po dhe në kuadër të landëve që i ligjërohen aktualisht në departament psikologjisë, një vëmendje shumë e madhe dhe prej figurave shumë të njohur në atë fushës së psikologjisë i janë kushtuar fëmijërisë së hershme, do të thonë çaja që quhet 0 deri në 3, po në disa raste edhe 0 deri në 5, po me theks të veçantë në përvojat e hershme të fëmijërisë. Tash ka shumë studime të cilat janë realizuar në nivelin global, të cilat në mënyrë decisive tregojnë rolin edhe ndikimin që e kanë përvojat e hershme të fëmijërisë në zhvillimin e një fëmijë. Tash, idealisht, me pas përvoja të mira, sa ma shumë që është e mundën, po nga njerë është e pa mundën, për shkak se disa situata, disa faktorë, disa rrethana nuk varen ekskluzivisht prej prindërve, po varen prej rrethanave të tjera në të cilat ndodhet çajo familje, dhe këto mujnë me qenë ka njerë politike, ka njerë mujnë me qenë mjedisore, geopolitike dhe shumë të tjera. Po ato që e dim na prej fushës së psikologjisë, është që ekziston vërtet një marrëdhënie shumë e ngushtë mes përvojave të hershme të fëmijërisë edhe më pas zhvillimit ton dhe respektivisht disa konstrukte shumë të rëndësishme, që janë identiteti, që janë vetbesimi, që janë vetvlerësimi, që janë dëshirat, ambicjet, po më e rëndësishmja, ndoshta ky koncepti i personalitetit. Prandaj ne që vim prej fushës së psikologjisë klinike, mujmë me shumë të drejtë me bo një farë parashikime për mirëqenjen ose për zhvillimin që mundet me pas një individ, varësisht prej asaj çka ka përjetu në fëmijërinë e hershme. Tash kjo nuk është definitive, sepse njerëzit e kanë edhe qatë aftësinë për me te i kalu sfidat e tëne dhe me mujt me mri qatë rritjen psikologjike, me një mjedis të duhur, një mbështetje duhur, por në të shumë të herave është një farë indikatori i rëndësishëm, sidomos kur bëhet fjalë për diagnostifikim, kur bëhet fjalë për trajtim, për ndërhyrje të hershme, ndoshta të cilat duhemi me i administru. Po, i përmende vetëvlerësimin, vetbesimin, që sot shumë shpesh njerëzit do thotë i përdorin si terminologji, si fjalë, por realisht ndoshta ndonjëherë dhe kuptimi joni tyne nuk dihet ndoshta saktësisht, po njëkohësisht me na sqaru pak për njerëz se besoj që kanë interes me dëgju çka duhet me bëj një prind në fëmijëritë e hershme që fëmiu i tij në të ardhmen me qenë një fëmijë me vetbesim, mos me pas atë vetbesimin e ulët që me pas vështirësi me u qas. E vërtet është sepse në diskursin publik këto terme shumë shpesh përdoren edhe si sinonime. Me thonë vetbesimi, vetvlerësimi, vetzhvillimi, me thonë menohet që janë e njëjta gjë. Ka shumë ndërlidhje, po janë të ndara, ndonse udhtojnë në mënyrë paralele.
Edhe prindrit shumë shpesh nuk e kanë shumë qartë edhe këtë pjesë. Tash, a vjen kjo si rrjedhoje mos informacionit, a vjen kjo si rrjedhoje ndonjë faktori tjetër ndoshta, aspekti edukativ, informacione mbi mënyrën e prindrimit e çështje tjera, kjo mbetet për me u kuptu ma shumë në nivelin individual. Por një fëmijë në perspektivën teme, edhe në bazë të asaj që shumë figurat rëndësishme të fushës psikologjisë e thojnë, ka nevojë për dy gjëra. Me thonë, e para, me pas një farë ngrohtësie emocionale, dhe e dyta, me pas komunikim. Pra, nëse ne si prindër dëshirojmë që me fuqizu ma shumë këtë konceptin e vetbesimit, vetëvlerësimit, vetëzhvillimit tek një fëmijë, është fillimisht me ia ofru një mjedis të rahatshëm dhe komod, dhe së dyti me bashkëbisedu. Çka ndodh është zakonisht e kundërta, me thonë prind tregojnë çka duhet me bo, por nuk ja japin shumë mundësim fëmijëve me i kthy që ato informatat kthyse mrapsht. Tash shumë shpesh me të drejtë, duhet me kuptu dhe pozicionin e prindve, unë gjykoj që me qenë sot prind është shumë vështirë, për shkak të presioneve të ndryshme që vijnë prej aspektit të roleve, që vjen prej statuseve ekonomike, prej dëshirave, prej ambicjeve, prej vështërsive të ndryshme, me thonë prindrit janë prindër të fëmijëve të tyre, për të njëjtën kohë edhe fëmijë të prindërve të tyre, dhe mandej kjo përkujdesja ndoshta që në momentin caktuar ofron, i bën ata ndoshta me qenë pak ma pak prezent në këtë aftësinë e komunikimit për cilën po flasim. Po edhe literatura, edhe studimet, edhe shkenca në vazhdimsi e dëshmon që një marrëdhënie e ngrohtë emocionale, tash kur po themi e ngrohtë nuk jena të thonë një marrëdhënie liberale, jena të folë një marrëdhënie e strukturuar, ku e përcakton më pas edhe stilin e prindrimit çfarë kime pas, po edhe komunikimi. Unë gjykoj që fëmijët sot shumë pak flasin me prindërit e tyre, sepse ka dozavendësime të tjera në jetën e fëmijëve, të cilat janë shumë të mira dhe domosdoshme, siç është interneti, siç është teknologjia, po facilitimi dhe mënyra që është përdoret kanjëherë është e gabueshme. Edhe e kuptoj pse prindërit e bëjnë këto, se janë shumë të ngarkuar dhe i kanë edhe ata çështjet e tyre që lidhen shumë shpesh edhe me shëndetin mendor, për shkak të presionit të ngarkesave që i kanë, po mandej pasoja të ishe të fëmijë, sepse e ki mandej një fëmijë që i ka 11 vjet, 13 vjet, 14 vjet, edhe s'do në shku shkollë, ose s'ka shok e shoqe, ose si pëlqen qysh po doket, ose ngacmohet për mënyrën qysh s'po doket, me thonë janë krejt çto të tjerat mandej që lidhen me qatë kontekstin ku zhvillohet. Kështu që për me e përmbyll, është që ajo marrëdhënia emocionale, fëmijët nuk duhet me ju tut prindve. Me thonë, fëmijët duhet me i njoft kufit e prindve, në kuptimin qysh i adresojnë kërkesat e tyre, po jo mu friksu prej prindve. Me thonë, ajo është një marrëdhënie që na se preferojmë, nuk ishim dash me pas. Dhe në anën tjetër, me e po një bashkëbisedim reciprok. Po, shka thot prindi është me rëndësi, por gjithashtu është shumë e rëndësi shka thot edhe fëmijë. Me thonë, opinioni ti, mendimi ti, qëndrimi ti, besimi ti, pavarësisht moshës cilën është e rëndësishme me u komuniku. Po, i përmende natyra stilet e prindërimit. Dhe me thonë, a mundesh pak me na sqaru për stilet në përgjithësi, po njëkohësisht cili është ma i miri, nëse më i përshtatshme, që mundemi sot me integru në jetën tonë. Tash, fusha e psikologjisë zhvillimore jep një rëndësi shumë të madhe stileve të prindrimit, edhe aty ka emra shumë të përvetshëm të cilët kanë rridë këtu, po në literaturë kryesisht dallohen 3 lloje, dikun 3, dikun 4, po kryesisht 3 lloje të stileve të prindrimit. I pari është qaj stili i ftoft, i rrept, indiferent, si ato shka e thash ma herët, e cila nuk e ka qatë ngrohtësinë emocionale, dhe kjo shumë shpesh këta prind janë distant emocional me fëmijët e tyre. Me thonë, këto janë disa tregime, disa narracione që na i kena nipi njerëzve tjerë, për shembull, kur ka ardhur nana ose baba në shtëpi, s'kena guxu me fol, po veç u dash me marr frymë, me thonë, pra që kjo është një formë shumë strikte, autoritare e prindrimit. Ekstremi i kësaj është ky poli tjetër, që është një farë stili liberal i prindrimit, me thonë ku prindrit e kanë këtë qëndrimin, fëmiu jam le të bën çka don. Unë jam okej me këto,
po me kufi dhe me rregulla, sepse po shumë e rëndësi për fëmijët me eksploru çka po dojnë, ose apo dojnë, po të njëjtën kohë nuk mund është të me bëhet gjithçka, sepse ti do m'ja u transmetu fëmijëve që sjellja ka dhe pasoja, edhe kur rritesh nuk mund është çka do që ty tekët me bo me përfundu një gjatë tillë. Ky stili i mesëm, kjo mesi i artë, është një farë balanci mes parës dhe mes dytës. Edhe në literaturë kjo preferohet më së shumti. Tash, nuk mundemi me thonë që prind e kanë një stil të prindrimit. Prind kanë stile të ndryshme të prindrimit me fëmijë të ndryshëm. Për shembull, me fëmijët e parë janë kryesisht pak më liberal, se edhe prindrit janë për herë të parë prindër, edhe ata janë të eksploru. Andaj me fëmijët e dytë ka mundësi që janë pak më të organizuar, më të strukturuar, po e kanë edhe përvojën, domethënë e din çka funksionon, e din çka nuk funksionon, e din çka mirë për fëmijën edhe çështje tjera. Dhe më pas nëse kanë mundësi me pas më shumë fëmijë, me thonë provojnë me emri këtë balancën për cilën po flasim. E tash, ky mesi i stilit të prindrimit ka disa benefite, me thonë ka rregulla, ka strukturë, ka kufi, po të njëjtën kohë ka shumë ngrohtësi. Me thonë, ka shumë dashuri, trajtohet me respekt, edhe menohet që është çajo që është idealja për fëmijën. Nganjëherë prindrit navigojnë në stilet prindrimit, varësisht për situatës, ndonjëherë një situatë kërkon me qenë shumë i prerë, edhe me thonë jo, ndonjëherë ndonjë situatë mundet me qenë, okay, hajde për provojmë, për shembull, të më shku në kurs pikturës, ta këshyrim, ndoshta je i mirë, ndoshta të pëlqen. Po du me ble një lodër që e ka një x shmim edhe buxheti familjes se lejon, kjo është jo. Me thonë, prindrit shumë shpesh edhe navigojnë varësisht prej situatave, por shumë e rëndësishme ata me qenë të ndërgjegjshëm për pasojat që i kanë. Sepse një prind autoritar, me thonë i ftoft, distant, indiferent, që i përdor disa teknika dhe disa sjellje që janë intimiduese ndoshta për fëmijën, nesër ka me kriju një fëmijë që është i pasigurt. Me thonë edhe nuk ka me ditë shumë çka me bo, se qysh me bo, se diçka tjetër. Prandaj, çdo sjellje që na e bojmë si prind, konform fëmijëve tonë, ka implikime. Edhe implikimet janë të shumë feshta, ka njëherë e prekin sferën akademike, për shembull prindrit që janë shumë strikt, fëmijët e tyre kanë performancë më të mirë në shkollë, po emocionalisht janë më keq. Tash, për mu personalisht, ma shumë ka rëndësi qysh nihesh se sa çfarë note e ke marrë, sepse unë e di që ti kur nihesh mirë, mundesh me marrë edhe notën e mirë. Po ti kur nihesh i friksuar, gjasat janë shumë doja që ke qenë i dekoncentruar dhe rjedhi mirë, s'ke mujt me pas performancë të mirë. Kështu që në sfera të ndryshme të funksionimit, mujnë me qenë me përparësi të ndryshme, po shumë e rëndësishme, sidomos këtë fushën tonë, mës me marë qëndrime rigjide, me thonë, unë e jam veç kështu. Jo veç kështu. Në këtë situatë jam kështu, në një situatë tjetër, në një moshë tjetër, jam më ndryshe sepse i përshtatna edhe rrethanës, edhe kontekstit, edhe dëshirës, edhe nevojës. Prindrit e kanë këto si një farë sfide, sepse ju duket sikur nëse ndryshojnë, janë të gabu. Jo, ndryshimi është gjë e mirë, është pozitive, nëse jetu e ditë për çka jetu e bo dhe për çfarë qëllimi jetu e bo. Njerëzit që thonë unë jam qështu dhe s'ndroj, nuk është mençuri, është ma shumë një farë rigiditeti, personalitetit tëne që tregon për vështërsitë adaptuese që mujnë mi pas në kontekst. Sepse fëmijët i modelojnë prind. Me thonë, nëse ti mu më shet që unë jam të ditë me zgjidh një situatë, jam të mujt me u përshtatë dhe nuk jam e mërzitun, po jam të emri me sukses, unë që ato ka me transmitu si modele, mandej qaj fëmijë ka me internalizu. Por nëse më shet që unë jam të nkone stresu, me impresion, e pasigurt, me disponim të keq, me nervoze, diçka tjetër, ka me internalizu një përvojë të caktume. Rrjedhimisht edhe një sjellje mandej specifike. Kështu që kisha pas shumë dëshirë që prindrit mos me moj që qëndrimin unë jam qështu edhe s'ka, po me qenë pak, s'po du me thonë ma liberal, se nuk menoj që është me qenë liberal ajo, po me qenë pak më fleksibil, më të adaptushëm, konform nevojave dhe kërkesave. Veç si mënyre na mujmë për më kthy tash te pyetja edhe me përmbyll, mujmë ja ofru hapësirën fëmijët me zhvillu konceptin e vetbesimit dhe vetëvlerësimit.
kthehem pas për pak, për shkak se shumë po besoj që krejt njerëz cilët janë duke e shiku këtë epizod i kanë hop të gjithë që janë prindër sytë dhe vesh për shkak se po tingëllon shumë e realizueshme edhe e bëshme në jetën tonë të përditshme kjo që po e thu. Vazhdoj me një blok marketingu. Tregut shumë mirë për stilet e prindërimit edhe qysh prindërit është mirë me qenë fleksibil, dhe me thonë edhe jo rigid në kuptimin që unë jam çështo, qoftë në kuptimin liberal, qoftë në kuptimin e aspektit me qenë strikt. Po, a do të thotë që ndoshta ndonjëherë nëse pyesim një prind për shembull, njerëz nuk thojnë që gabova, shumë rrallë. Edhe prindi mundet me po veten që është mirë. Thonë, okej, jo, nuk jam të gabu, se qëto jam të e kërku për i fëmis, unë e kom frik, unë po jam strikt sepse kom frik për fëmin. Tash, në këtë rast, a është prindi qaj që ka nevoj mu marë pak me veten, në kuptimin që nuk është problemi të fëmia, apo i bjen që ashto? Tash, për perspektivës prindet, po moj me kuptu prindet, sepse prindi vjen për një pozicioni i cili gjithmonë dëshiron dhe kërkon me bo ma të mirën, shpesher idealen për fëmin e tij ose caj. Po, fatkeqësisht, as fëmijët tu nuk janë ideal, me thonë dhe ata i kanë sfidat e tyre, vështërsitë e veta, nevojat e veta. Edhe kjo dilema prindrore, ma shumë se so problematik, unë e kisha pas si mundësi. Me thonë, sepse një prind që është i preokupuar, i brengosur edhe e ka qatë më dyshjen, a jom të e bo mirë, a duna me bo ma mirë, mësë jom të janë zonë shumë frymë në fëmis tem, mësë jom të e lion shumë të lirë fëmin tem, në kuptimin e liris, jo si ta këmbdhon lirim, po të eksplorimit edhe të asoj, flet për një ndërgjetësim që e ka qaj prind, edhe jom shumë e sigur që qaj prind merr iniciativë për me lexu, me kuptu, mu konsultu, me bashkëbisedu me prind të tjerë, po shumë shpesh edhe me kërku një këshill ma profesionale, për profesionistëve të shëndetit me dorë, qoftë një psikolog për fëmijë, qoftë një psikiatër për fëmijë, prej mësimdhënësës, prej edukatorës, prej psikologut, logopedit, do të thonë kushdo që është në jetën e fëmijët. Kështu që ma shumë i kisha kuptu si një farë brenge legjitime, e cilën e përjeton, sepse është pjesë e prindërimit. Tash, çka kish mujt me bo në shta, është që ajo, me përvu me ngu edhe perspektivën e fëmis. Ka nesh, ka menojmë na që është mirë për fëmijët tonë, nuk është gjithmonë dëshira dhe nevoja e fëmijëve. Na shumë shpesh nisim dhe me atë idenë, po hajtë se këta janë të vegjël, këta nuk e din krejt kjo. Dakor, unë e di për ty. Qashtu, me gjos qëndrën ajo, sepse zhvillimi kognitiv, maturim emocional, këto janë procese që kërkojnë edhe moshë të caktuar fizike, kronologjike për me ardhë në pa. Por,
duhesh me janë dëgju mendimin, duhesh me dhonë hapësirën që ai fëmijë muni i ndëgjuar muni pjesë e vendimarrjes. Kështu që prindrit sot shumë e ma shumë janë me ma pak durim, edhe rjedhimisht provojnë me bu zgjidhje të shpejta. Me tonë shumica për neve, përfshirë edhe neve, jemi të orientuar drejt zgjidhjes problemit. Po, ajo mundot më kone mirë, sepse normal, duhesh me zgjidh një çështje që të brengos, po ma me rëndësi se që ka rezultati është që shkim ride aty. Edhe prindrit e harrojnë qëta ka një herë, sepse kanë detyra, kanë përgjegjësi, kanë obligime, edhe janë shkalojnë që ato nevoja dhe kërkesat fëmis. Kështu që para se me provu me dhonë një përgjigje çka jom të bo, nështë ta me marrë një hap mrapa dhe me thonë, lem ta kuptoj pse jom të e bo qëtë pytje. Edhe mandej qaj reflektimi kishte me pru në një zgjedhje që është e përshtatshme edhe për kërkesat e prindit, po ma me rëndësi për nevojat e fëmijët. Tash, prindrimi është stresus në vetë, ndonë se i ka krejtu benefitet e mira, po në kohën kur përjetojmë, në këto ndërhyrje dhe me zhvillim teknologjik të jashtëzakonshëm, siç është inteligjenca artificiale, ty ta limiton edhe ta zbe rolin, sepse një rol shumë të madh ta lunë edhe telefoni. Me thonë, ajo është i farë prindi i dytë në sensin shka shesh, shka dëgjon, shka mëson dhe shumë çështje tjera. Prandaj, ma shumë i kisha kuptu si një farë momentit të ndërgjetësimit, se sot domosdoshmërisht një si e të e bo mirë, qasë sensi. Natyra, qaj modelimi që e përmendet ma heret, do thotë ne se cili jemi rritë në një familje dhe kemi pas një stil, një figur të nanës edhe të babës që na e ka kryat, do më thonë, e ka pas një stil të vetë të prindërimit. A do të thotë që ne dëgjojmë njerëz, për shembull, që thojnë unë nuk e bëj këtë veprim se e kanë bo me mu dhe unë nuk du me ja bo fëmis. Mirë, po ka të tjerë cilë ndoshta në formë të pavetdijshme gjithmonë e vazhdojnë të njëjtin stil i mirë ose i gabushëm. A e kemi një rrugë 100% që kemi mu bo si prindërit tonë e prindërimin tonë, apo kemi me ndryshu, apo çysh qëndron kjo pjesë? Nuk mendoj që jemi 100% si prindët tonë, na vazhdojmë me rujt atë unikalitetin edhe autenticitetin ton, ndonse edhe në kuptimin biologjik na jemi 23 kromozomet nonës dhe të babës, po megjithatë janë çto ndikimet mjedisore më pas, të cilat neve na japin mundësinë me i eksploru dhe me integru do praktika të reja. Tash praktika të reja nuk nënkupton me kon veç të mira, nuk kon edhe të këqija, ta kena shumë prindë sot që thojnë prindët e me i kanë rritë fëmijët ma mirë, unë jam shumë e sigurt për veten time, për shembull. Po, qëto janë që ato sfidat, do me thonë, të prindrimit cilën po flasim. Megjithatë, për m'ju përgjigj pyetjes, ndoshta në mënyrë më specifike, kur folëm për përvojat e hershme të fëmirisë, fatkeqësisht, një numër shumë i madh i fëmijëve nuk kanë shumë përvoja të këndshme të fëmirisë. Për shkak se prindrit janë të stërngarkuar, mujnë me pas një fëmijë tjetër në jetën e tyre, dinamikat familjare, presionet e mëdha shoqërore, edhe prindrit mujnë me pas atë konceptin, po okej, ndoshta është i vogël, nuk mohon men, është kjo, ndërkaq na të studimet e imazhinerisë kallëzojnë që kujtimet tona të fëmirisë ose kujtimet e para shumë herët mujmë na me i rithirë. Edhe shumë përvojat hershme të fëmirisë kanë elemente traumatike. Prandaj, një numër shumë i madh atyre fëmijëve kur rriten edhe bëhen prindër, e kanë të qartë që s'dojnë muni edhe s'dojnë me bo muni fëmijën e tyre çashtu që ni ata. Fusha e psikologjisë të mbi traumën, gjithashtu ka shumë studime që thotë që trauma është edhe transgeneracionale, do të thonë përcillet prej një gjenerate në tjetrën, edhe është një cikël i cili shumë shpesh transmetohet pa e përjetu përvojë në mënyrë të drejtë për drejtë. Për shembull, i kemi këtu studimet me gratë e dhënuara gjatë luftës, të cilat kanë pas shërgullim stresit post-traumatik, bashkë me probleme të tjera të shëndetit mendor, dhe më pas kur kanë sjell në jetë fëmijët e tyre, që gjendja e tyre e rënduar psikologjike dhe emocionale kanë ndiku drejt për drejt në mënyrën qysh e kanë organizu jetën prindërore ose familjare. Tash, jo për me thonë që ato nuk janë nana të mira, po për me tregu rëndësinë edhe peshën që e kanë këto përvoja tona traumatike. Nuk do në kupton me pas veç përvoja
traumatike të shëndetit mendor, unë është pas edhe përvoja të tjera, për shembull fatkeqësitë natyrore, përmbytjet, smundjet e ndryshme. Jemi të vetëdijshëm, me thonë, ka shumë ma shumë rritje të smundjeve terminale, kancere, tumoret, leukemia dhe shumë gjana tjera. Pra nuk janë vetëm të natyrës psikologjike, mujnë me qenë dhe të rrethonave tjera, për shembull humbja e prindet, divorci i prindërve, klasa e parë, ardhja në jetën e fëmijës të ri, do me thonë, kretë këto janë përjetime subjektive që i përjetojnë fëmijët edhe manderi edhimisht krijojnë disa mekanizmat që thonë unë s'du me kohën qështu. Tash kjo minion është mirë, se e ki pak ma qartë çka po dënë, po shumë shpesh nështë e din çka s'po dënë, por nuk e din pse nuk po dënë një gjatë tillë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ky procesi i vetnjohjes edhe i këtij rrugtimit psikologjik për me mujt me e pas më të qartë pozicionin ku je, edhe mandej me pas ma qartë dhe ku po dënë me shku. Sepse po duket shumë utopike me menu na që asnjëri prej neve nuk kena ngjarje traumatike në jetën tonë. Do të thonë edhe na që jena ma të mirë në kuptimin e shkallësive dhe njohurive, në momente caktuara kena me u sfidu me këto gjana. Tash është kjo humbje prindërve, humbje fëmijëve, partnerit, humbja e punës, lufta, me do këto krejt mujnë më konë ngjarje të caktuara. Andaj shumë me rëndësi, ma shumë se so me ditë që shtu s'po du mu konë, është ta ma mirë me ditë pse nuk po du që ashtu me konë. Njona për pyetjeve të mia ma favorite është pse. Edhe nëse kthehemi mrapa në zhvillimin kognitiv të Piaget, do me thonë Piaget në kohën i ka pyet fëmijët, ka thonë pse je tu e bo qështu, pse je tu e luj qështu, pse je tu i marrë dy kocka dhe je tu i bo kështu, do me thonë, është një pyetje që ka shumë kuriozitet, ka shumë pasion për me mujt me kuptu qysh po do. Tash njerëzve nuk ju pëlqen shumë pyetja pse, se njihen sikur ka bo diçka keq, edhe është pak një farë pyetje sulmuse, por shumë e rëndësi me ditë që shpe bën pyetjen. Kështu që nështë prindrit para se mi vetë fëmijët pse e bone, ose pse se bone, nështë më mirë me provu me e parashtru terenin, me thonë diçka si a kështë mujtë me më kallëzu pak ma shumë çka të shtyu me marrë që të vendem, ose çka të boni mësë me ma kallëzu të vërtetën, ose çka të boni me pas qatë përplasje verbale me shokun ose shoqen e klasës, ose mësë me shku mirë me vllahun, e jo mi thonë pse si ki marrë edhe të 100 pikë si shoku jo tjetër. Okej, që të ne është bajagi e zakonshme. E zakonshme, sepse është normale dhe natyrshëm ti me dosh mu krahasu me tjetrin, se do në me vënu një farë pozicioni, po nuk është gjithmonë ma e mira. Po, e qartë. Me thonë asnjëherë. Po, natyra përmende divorcin, edhe sot, do me thonë, çdo vit, statistikat e divorcit tek ne janë në rritje. Pa desht, normalisht që nuk na takon askujt me gjyku, se ndoshta me të drejtë, ndoshta shumë trysnie ma hershme e martesave të pa dëshiruara sot po dërgojnë në divorce, por te fëmijët ama mirë një martesë e cila duron, të dy palët durojnë brenda saj që aty në 4 mureve pa dëshirë për hir të fëmijëve që mësune me dëgju, apo një martesë e ndarë ku fëmijët qëndrojnë në qetësi herë në një shtëpi, herë në tjetrën. Tash, asnjëna për këtyne skenareve nuk është ma e mira, por na gjithmonë të rriturit, prindrit në veçanti, duhet me pas interesin ma të mirë të fëmijët. Një prind që nuk është harmonik, që nuk është i lumtur, ku ka tension, ku ka konflikt, e modelon që ato edhe të fëmiju. Kështu që në këtë pikë une jam shumë e prerë dhe ku pas një përvoj 2 vjeçare ku kam ofru do shërbime shëndetit mendor për një grup të shoqënisë që janë gratë që janë ose të ndara ose në proces divorci, po edhe për fëmijët atyne. Edhe kum kuptu gjithmonë që është ma mirë për fëmijët me prindër të ndarë, po duke provu me majt një marrëdhënie të mirë, gjëja e cila nuk ndodh shumë shpesh, sepse prindërit kanë një farë tendencë mi helmu fëmijët, edhe mi përdor edhe mi manipulu për me mri qëllimet e tyre. Edhe nështë api perspektivës së partnerit muj me kuptu, sepse ka shumë zemrem, ka shumë inati, ka shumë hatërmbetje, ka shumë çështje të pasgjidhuna, po për perspektivës fëmijëve është një farë ndese më e madhe. Kështu që për mu definitivisht është më e përshtatshme për mirëqenien e fëmijëve, prind të ndarë për që provojnë me majt një marrëdhënie të mirë për prindrim, se so prind të cilët shtiren se janë mirë dhe krijojnë një farë iluzionit familjes, e cila është e rreme.
edhe ajo mundet më konë e këndshme qaty për qaty, se besoj që se cili fëmijë kish pas qef më konë qatë konstelacion, po afat gjatë është ma e damshme edhe për fëmijën për edhe për prindrit. Kështu që prindrimi është përgjithësi shumë e madhe, kërkon një maturi shumë të madhe emocionale, na po shohim ta shumë e ma shumë prindër janë të e shty moshën kur po bëhen prindër për herë të parë, sepse po dojnë më konë ma të sigurt. Edhe kjo me një anë është mirë, sepse i bën ata ma të ndërgjetshëm edhe për veprimet, edhe për pasojat që mujnë mi pas në të njëjtën kohë. Po mandej është jo qaq mirë për të gjana tjera, nështë që lidhet me orën biologjike, ose që lidhet me familjen, ose me karrierën, ose me çështje të tjera, po sërish mbeten në kontekstin e planifikimit familjar të atij çifti. Kështu që me një bindje shumë ma të prerë, them se është më mirë që fëmijët të kenë dy hapësina ku zhvillojnë jetën e tyre sociale, emocionale, me prindër që komunikojnë gjithmonë raport me fëmijët, edhe me prindër që e kanë gjithmonë në fokus interesin më të mirë të fëmisë. Kjo kishte me qenë idealja. Sa ndodh dhe në çfarë raste ndodh, tash kjo varet shumë edhe në baza individuale të personalitetit se cilit person. Megjithatë, edhe studimet e thonë që për mirëqenien psikologjike të fëmisë kjo është më mirë. Okej. Përdorimi i fëmisë në momentet e divorcit, po tingëllon shumë e dhimbshme realisht disa krijesa të pafajshme, cilat i kanë sjell dy persona me vetë dëshirën këtë botë dhe në fund përdoren. Në formë të vetëdijshme, të pavetëdijshme, do thotë është përgjegjësi e secilit. Po sa ndikon te fëmijët ose a ndodh që fëmijët me kuptu këtë përdorim gjatë punës juaj që e keni pas edhe me u rebelu ndaj kësaj, se realisht është e drejtë e tyre mos me u përdor, po prapse prindi është ajo figura heroike, një farë forme që s'mundesh me kuptu as me gjyku sjelljen ose veprimin. Shumë situatë komplekse dhe shumë e vështirë për krejt familjen, pavarësisht çfarë procesi janë të shku, po mendoj që ndikimi më i madh bie mbi fëmijët. Mendoj që përdorimi, nëse mujme përdorë qëtë fjalë, shfrytëzimi, manipulimi, mujme gjetë çfarë do sinonimi tjetër, tregon për një farë papjekurie të cilën e ka secili prej çiftit. S'ka rëndësi është nona është baba, domethënë, ata në sytë e fëmijët janë si një trup e vetme, pavarësisht që secili ka role dhe përgjegjësi të ndara. Mendoj që ka të bëjë ma shumë me një paaftësi për me kuptu situatën, mendoj që ka ma shumë të bëjë për disa mënyra të papërshtatshme, qysh me zbraz qatë agresivitet, qatë zemrim, qatë inat, qatë mlef, qatë ndjenja të akumuluara nështë ta, edhe mandej me e përdorë si një farë leve për me mujt me e lëndu tjetrin. Edhe kjo e bën mandej që edhe fëmijën me majt anë, edhe nështë me fol keq për njërin prind ose keq për prindin tjetër, edhe kjo është një ngarkesë që nuk i duhet fëmijës. Se fëmiu tashmë është tu e pas një përjetim jo shumë të mirë në për cilin o tu kalu, dhe në vend se me uvnu interesi ma i mirë i fëmijët, prindrit vendosin interesin e tëne ma të mirën. Edhe kjo flet për një papjekuri, edhe flet për vështërsi funksionale të cilat i kam. Prandaj, prindrit janë kujdestar të ligjor të atyre fëmijëve, edhe ata janë përgjegjës për mirëqenien e tyre, edhe mos me punu në atë drejtim, po me punu në drejtim individual, ma shumë tregon për prind se sa që tregon për fëmijët. Fëmijët janë një pasojë në atë mes dhe jo domosdoshmërisht burimi i asaj. Përfundimisht, këto raste ekzistojnë, jo veç kulturën tonë, edhe kultura tjera, të cilat ndoshta kanë edhe qëllime të tjera, benefite financiare, ekonomike, psikologjike, shkapëdiune të patundshmërisë dhe gjanave të tjera, por që është një mënyrë shumë e shëmtuar për me mujt me mri qëllime. Edhe është shumë e pasinqert nështë se muj me përkufizu. Shumë e qartë. Lindja e fëmijës të dytë. E kemi një fëmijë 3-4 vjeçar, shembull po e marr. Vjen një fëmijë i dytë. Qysh duhet nana me qenë, dhe thotë sa prezente, me qenë ose qysh me funksionu, me ndërvepru, që me e bo një balans, që fëmiu i parë me pas një ndikim ma të vogël për qatë humbje në vëmendjes që e ka pas 100%.
Tash na në fushën e psikologjisë kena një jamën shumë të rëndësishëm dhe të përvetshëm, që është Adleri, i cili e ka studiu këto, me thonë i ka dhënë një vëmendje shumë të madhe rrodhës lindjes në familje. Adleri ka thonë që nuk ka njëjtë si më kon fëmia i parë, si më kon fëmia i tretë, si më kon fëmia i fundit. Me thonë çto rrodha psikologjike, pozita psikologjike në familje determinohet shumë edhe prej cilije me rand. Po mandej jo vetë cilije me rand, po dhe çfarë gjinie je me rand. Pra nuk ka njëjtë si me pas një vëlla më të madh, nuk ka njëjtë si me pas një motër më të madhe, nuk ka njëjtë nëse ti e vajzë e keni motër mas teje ose nëse ti e vajzë e keni vëlla mas teje. Me thonë krejt këto janë kombinime të cilat ai ka kushtuar një vëmendje shumë të madhe, edhe përfundimisht i ka ndonë në dy grupe të dy koncepteve shumë të rëndësishme, të cilat ai i ka emërtuar si superioriteti, pra na që jena fëmijët e fortë, njihemi që di ma shumë, ma mirë, po edhe kena pas vëmendje ma shumë, se prind tonë na kanë pas veç neve. Edhe kanë qenë prind për herë të parë, edhe kanë dashur me dëshmu veten që po dinë edhe po mujnë. Ndërka ata që vinë pas neve, me thonë fëmijët e dytë, fëmijët e tretë, sepse fëmia i fundit edhe fëmia i parë kanë shumë ngjajshmëri, se marrin vëmendjen si njësoj, ndërka që këta fëmijët e mesit janë pak si, s'po du me thonë të humbur, po janë pak si të mjegulluar, në kuptimin që janë shumë më të lirë, se duhet mi marrë do vendime vetë, se prind kanë shumë ngarkesa, edhe nuk mujnë shumë ju nejt për mi kry. Po një luft shumë e madhe, psikologjike, që ndronë mes të parit edhe mes dytit. Tash, si me qenë 8 fëmijë, si me qenë 2 fëmijë, është i pari dhe i fundit. Kështu që prindrit shumë shpesh nuk e kanë këto të qartë, edhe në ato planifikimet e tyre për familjen, i kanë është disa qëndrime që nuk janë shumë të përshtatshme për fëmijët, për shembull disa komente të tipit, po hajtë se kur e rriti njërin e rriti edhe tjetrën. Tash ndoshta për prindrit kjo është qashtu, ndoshta po qona natë për njërin, qona edhe për tjetrën, ose u qova se u qova. Po për fëmijët nuk është qashtu. Prandaj planifikimi familjar është një koncept shumë e rëndësishëm psikologjisë zhvillimore, ku planifikon ose bën një plan, një tentim, një përpjekje për me e organizu jetën familjare. Fëmijët afër nuk janë mirë. Ndoshta janë mirë kur ata rritën se kanë njëri tjetrin, po ka shumë gjelozi, ka shumë konflikte, ka shumë vështërsi, po edhe ka shumë prind lodhën. E prindi lodhën automatikisht ka ndikim. Absolutisht, prindi lodhën, bëhet ma shpejt nervoze, hub durimin ma shpejt, është ma i acarum, ka ma shumë nështë edhe konflikte brenda qiftit, edhe është ma e vështirë, është ma e zëshme. Kështu që preferohet me pas një distancë të arsyeshme që bie në pajtim me qëllimet dhe planifikimet e qiftit, po ma me rëndësi këtu është me ndo kohën në mënyrë të barabartë. Tash çka nuk kupton kjo? Nuk kanë nevojë të dy fëmijës me orë në këtë aktivitetet e njëjta. Se për shembull shko është interesant për fëmijën e parë. Kjo ka shumë rëndësi, po. Sakt, mundët mos më konë interesant për fëmijën e dytë. Për shembull fëmija i parë do më shkon kinema, i ka 7 vjet, mundët me najt ullën një orë, me këqyrë një film, po fëmiju i dytë i ka 2 vjet edhe është ma aktiv, lyp me hec, me lëviz, edhe tash s'munësh me lën njonin, s'munësh me lën tjetrin, edhe absolutisht do me thonë bohësh nervoz ma shpejt. Kështu që me njonin më shkon kinema, mandej me tjetrin më shkon kandin e lojrave, me njonin më shkon një ditlindje, mandej me tjetrin. Jënë disa situata ku të dy fëmijët mujnë me qenë prezent, po shumë e rëndësi me kalu kohë ndaraze. E dyta ka të bëjë edhe me qëto, rolin e baballarve, do me thonë. Fëmijët i kanë 2 prindër, se kanë një prindër. Fëmijët nuk janë veç përgjithësi e nanës. Baballarët luajnë një rol shumë të rëndësishëm në jetën e fëmijëve. Na sikur pak e reduktojmë rolin e baballarëve në ofrues të financave, të mirëqenies ekonomike. Në fakt ata kanë një rol shumë të rëndësishëm. Tash unë e kuptoj, sepse kanë edhe kjo organizimi jonë shoqëror i limiton gratë prej mundësive për me majt punën edhe shumë gjana të tjera, dhe ato në forme detyrohen me hek dorë prej ëndrave, ambicjeve të tyre që mujnë me pas. Prandaj kërkohet një koordinim më i mirë që me gjetë një balancë e cila i shërben edhe familjes, po më me rëndësi edhe fëmijëve. Kështu që definitivisht aktivitetet të ndara krahas moshën varësisht për interesave që i kanë fëmijët. Shkam pëlqen mund të mos më pëlqej tjetrit. Kështu që unë njëherë, që më thonë, e pi atë kafën me ty, mandej ti shkon
në një lokal tjetër e hanë atë ambëlsinën me një fëmijë tjetër, me thonë, varësisht për dëshirave dhe nevojave. Prindrit njihen faj shumë shpesh se mendojnë që nëse ndohen si kur janë të e privu njërin ose tjetrin, po në fakt benefitet janë më të mëdha. Mundet më konë më shumë sfidë për prind, stash do të më organizu njëri fëmijë për me mujt me shku me njëri me thonë, edhe gjithmonë po flasim kur janë 2 fëmijë, po mund më konë më 3, 4, 5, më shumë. Prandaj ç'këndarja proporcionale kohës kualitative mendoj që është shumë e mirë. Nuk në kupton veç me dalë, mund me pas edhe aktivitete caktuar shpe. Njëri është të punu me kocka, tjetri është të ngjyros, e ndon kohën, me thonë 50 minuta. Ish ideja me qenë ti me ta. Patjetër, edhe jo veç te aty të këshyr telefon, po te aty të u përfshi, të e pyet sa bukur e bone, të i përforcu sjelljet pozitive dhe nështa të pyet për çush po nihesh, ka ndodhur kjo, ka ndodhur ajo, edhe çashtu me provu me fuqizu që të komunikimin qysh janë nisëm edhe në fillim bisedës. Po. Natyra sot për shembull në jetën e përditshme na ndodh me pa njerëz që vajza kryesisht pe marr që ato koncepte që vajza është për me qenë më angazhuar brenda shtëpisë. Kemi rastin kur për shembull një nan thot, unë kur kom qenë sa kjo, tash po dalim pak te mosha më e madhe 12, 13, 15. Edhe unë i kom bot gjitha punë të shtëpisë dhe kjo nuk din kur gjo, as nuk bën kur gjo. Domethënë janë ankesa ose akuza nëse më i me qujtë kështu, akuza që nana i drejton karshi vajzës vet. A duhet qysh ka bo një gjenerat paraprake që i ka bo krejt punë të shtëpisë, po supozoj edhe gjenerata tjetër ose karakteret ose ku qëndron, qysh duhet me reagu një nanë në këtë rast? Një nanë dhe një bab. Edhe një bab, okej, po. Tash, prindrit kanë drejt me qenë kërkus kundrejt fëmijëve tëne. Për shembull, unë mendoj që nuk ka shumë bëj me gjinin, ka të bëj me shkatësi, me gatuar shkatësi për jetën. Se nesër kemi bo student, kemi shku dikon, tash jemi tu e kuptu shumë më mirë sa është e rëndësishme nutricioni, ushqimi shëndetshëm, dush mi dita të gjana, por nuk ka të bëj me aje vajza, aje djallë, ka të bëj me një shkatësi që ty duhet. Mirëmbajtja, pastrimi, organizimi, këto janë veçori të cilat tregojnë diçka për strukturën e personalitetit, do me thonë organizimi, konsistenca, nuk ka të bëjë veç me rezultat, është bukur, po ka të bëjë me qatë nevojën për me pas rregull, për me pas një farë harmonie në qatë mjedis ku je. Tash, prindrit qështu që shtash, mujnë me qenë kërkus kundrejt fëmijëve tëne, po ata duhet edhe me modelu një gjatë të tillë. Me thonë nëse fëmiju është një bab që rënë të nditë në telefon dhe ratë, me thonë është një farë indikatori që nuk ka mundësi me marrë një model tjetër. Ose nëse ka një nanë që provon mi balancu jetën profesionale dhe akademike, ose familjare, e ka një model tjetër, pra ti mund është me shku në punë 8 deri në 5, po të njëjtën kohë mund është edhe me pregadit një ushqim që është favorit i fëmijëve. Kjo është shumë ma vështirë për nanën, të kuptohemi, sepse është bare dyfisht, por është një diçka që te e modelon, pra para se me sulmu, se me akuzu, mendoj që është shumë e rëndësishme na mund ndërgjetësu, me thonë, shka bëjën e tash, unë jom okej, najherë me përësit edhe një picë, najherë okej me dalë me hangër jashtë, do me thonë jom okej për këto, se këto në dëshira edhe të fëmijëve. Por, qëfar vlera dëshiron me transmetu, duhesh me i modelu. Nuk mund është me kërku diçka. Une gjithmonë e shoh kërkesat e prindve, ankesat e prindve, jënë në sens gjana që prind nuk i bojnë. Me thonë, ata kërkojnë me lexu një lektyrë gjatë verës, po me gjas fëmiu ty s'ka pa kur të lexu një lektyrë gjatë verës, se ti jenë telefon të kohën. E mandej ti janë kur që aj përren telefon të kohën. Pro, para se me dalë të fëmijët, mendoj që është shumë e rëndësi na me reflektu për veten tonë. Kur gjë të keqe s'ka dhe me nejnë telefon, veç është mirë me bu një farë balanci mes telefonit edhe libret. Ta shumë libra janë edhe në pajisje teknologjike, ki në Kindle. Pro, është okej mos me të po veç me liber fizik, po mundot me të po që dhe iPad-i ka njëherë shërben për lexim. Veç me qenë përfituse. Sigurisht, ose që ato që ti pe kërkan. Për shembull, nuk unë është, shka për di, me kërku pi fëmijës me bo diçka, kur nështë ta fëmiju ty s'ka po asë një herë, po te e din që ajo është ma e mirë ose idealja, dush mi jam mësu. Mi thonë, okej, hajde përshkojmë në treg njerë pi blejmë zarzavatet, pi blejmë këto, ma ndej, hajde për mësojmë njerë që shka do me thonë me qëru, masani shka do me thonë me prej, ma ndej shka do me thonë, pra këto jenë shkallësi
nuk lidhet me gjini e kom përshtypjen. Natyra regjia më ka njoftu që jemi në fund, po nuk po du me e përfundu se po konsideroj që është shumë e rëndësishme audienca me dëgju edhe diçka. A pjesa e zhvillimit hershëm, do më thonë fëmiria hershme, ama mirë një nanë që punon 8-4, që nuk është në shtëpi, apo një nanë që është gjithmonë shtëpi? Kjo një farë sfide Kjo një farë sfide e shekullit 21. Megjithatë, unë mendoj që është më mirë për një nanë që punon. Për disa arsye, shumë më e vështirë për atë gru me balancu jetën profesionale dhe jetën familjare, një barre dy fesh që menoj është e pa drejt në raport me burrat, por që edhe shoqënit ma përparimtare, ma demokratike janë të sfidu me një gjatë të tillë, për jashtë këto vende skandinave, që nështë janë shumë ma përparimtare në atë drejtim. Por një non, një gru, që është e përmbushën, ka qëllime, ka objektiva, ka dëshira, ka ambicje, ka një huri për me balancu edhe pjesën familjare. Pra po du me theksu, shumë e zashme, po një model shumë i mirë për qatë fëmi. Unë nuk kom kur gjë kundër grave që zgjedhin me ndërprej punën e tëne. Me thosh zgjedhje tëne, hynë kuadër të planifikimit familjar, nështë ta kanë edhe një komoditet tjetër që e mundëson, dhe unë një shumë gratë të cilat nështë ta kishin dash me qenë në shtëpi, por janë detyru me dalë në tregt punës, për shkak se mirëqenia e fëmijët është me rëndësi. Por në kuptimin e shëndetit mendoj që është shumë më mirë për atë gru, në disa dimenzione, po të njëjtën kohë ta kemi parasysh që në ato folë për një gru që ka shumë ma shumë stres. Edhe ma shumë stres nënkupton edhe një cënushmëri ma të madhe për problemet shëndetit mendor. Prandaj kena një numër shumë të madh të rasteve nështë ta klinike ku sfidat janë ma të mëdha te gra, se barra është e dy fesht, me thonë, edhe me qenë profesioniste e mirë në punë, edhe me qenë partnere e mirë, edhe me qenë nane e mirë, me thonë, është shumë presion i madh social. Po ato shka i kena mësu është që na pja dalim, one një për tëne, te një për tëne, na pja dalim, por për duhet me punu shumë edhe për duhet me qenë shumë e ndërgjetshme për ato të cilat po i kalojmë. Mendoj që tu hynë në mes që ky koncepti pabarazis, kur flasim, sepse në gratë kanë më shumë role, dhe mendoj që i bojnë më mirë në raport me burrat. Kjo nuk është për mjë thonë burrave ju jeni keqa, ju jeni kjo. Jemi të folë për një mënyrë të organizimit social të cilin krejt na jemi tu e te i kalu. Por definitivisht më mirë një grua që provon me gjetë një farë balanci mes mirëqenjes saj psikologjike, dëshirave dhe ambicjeve, jetës romantike dhe intime dhe së fundi edhe prindërimit dhe socializimit. Po, të falenderoj shumë për gjithë këtë kontribut, për krejt këto do thotë informacione dhe sugjerime që ti ofrove. Faleminderit shumë, ke shumë kënaqësi dhe po du me besu që kena mri nështë pak me kthy vëmendjen edhe te prindrit, po dhe te marrëdhënia që prindrit e kanë me fëmijët. Nuk dyshoj. Faleminderit. Miropafshim në episodin e radhës.